Kryq bukur serioz dhe mendoj se gara Aleancës për Arminë e Kosovës në këto zgjedhje është gara me një program bukur ambicioz, real, po të njëjtën kohë është po ashtu e përbërë prej një liste, kisha me thonë të njerëzve të dëshmuar, për shkak se programin nuk e bëjnë vetëm shkronjat, zotimet, mirë po e bëjnë edhe njerëzit, dhe po ashtu Bartësi Yni është kryeministri dhe kryetari i partisë Ramush Haradinaj, i cili është një lider i dëshmuar. Çështja kryesore dhe thelbësore e cila e ka përcjell Kosovën këto vite ka pas të bëj, kisha me thonë, me një lloj eksperimentimi bukur serioz me shtetin e Kosovës. Dhe kjo ndërlidhet s'pari me sigurinë në vend, dhe ne mendojmë se kur kemi arritë që ta bëjmë ushtrinë, mendoj se pika tjetër më thelbësore duhet që Kosovën ta fusin në NATO. Si e bëjmë këtë? Këtë e bëjmë përmes asaj që ne e quajmë plani aksional për antarësim në NATO, cilin e kemi diskutuar në 2 herë në Pentagon dhe po ashtu e kemi diskutuar me partner ndërkombëtar dhe mendojmë që kjo do të ishte zgjidhja më e madhe që të krijojë një siguri, në një pasiguri, jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, mirë po një pasiguri kogja globale. Çështja e dytë lidhet drejt për drejt me disa sektor kyç, po e nisi me pjesën më të rëndësishme, me ekonominë. Ne mendojmë se ekonomia e Kosovës në këto 5 vite ka pasur një rëmje drastike, fillimisht duke e pa sektorin e ekonomisë kjo qeveri si një armik, e në anën tjetër duke mos i investu buxhetin për investime kapitale. Ajo që pash nga dhëna statistikore është se vetëm këtë vit dikon rreth 350 milion euro nuk janë hyrë në punë, dhe nëse kalkulojmë mbi këtë bazë në 4 vitet që shkuan, atëre mbi 1 miliard euro kanë shkuar. Dhe e fundit ndërlidhet me sektorin e jetës dhe mirëqenies. Këtu po flasim. Regjen Dies Tahiri, a është edhe 1 minutë për zotin Tahiri? Po, edhe 1 minutë, po se 2 minuta ishte, 3 minuta. Tek mirëqenia, ajo që është më problematike ndërlidhet me sektorin e shëndetësisë. Kosova nuk ka ligj për sigurime shëndetësore. Ka ardhur me një zotim kjo qeveri për sigurime shëndetësore, s'ka mujt me bo për 5 vite, dhe kruciala mbi të gjitha është investimet në energji. Paramendoni që ai ka ndodhur Kosovës, përveç që kjo qeveri nuk ka bërë asnjë investim të vetëm në sektorin e energjisë, e ka ndalë projektin më të madh të kontrglobalit që ka parapar 500 megawatt investimet, në njëjtën kohë një investim prej 1.4 miliard euro dhe një çmim i garantuar prej 72